Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në konferencën e kësaj të mërkurë për mediat ka folur për pjesëmarrjen në Asamblen Politike të PPS. Berisha tha se pas Ukrainës, Shqipëria ishte në qendër të punimeve të Asamblesë. Kryedemokrati u shpreh se Asamblea miratoi një rezolut për gjendjen në Shqipëri. Berisha u ndal dhe te raporti faktmbledhës të PPS, për të cilën tha se të vërtetat e hidhura për Shqipërinë i ka shfaqur qartë. Për Shqipërinë, Asamblea miratoi raportin e misionit faktmbledhës që dërgoi të përbërë nga 27 anëtar në datën 26-27 shkurt të vitit 2006. Dhe po për Shqipërinë, Asamblea miratoi një rezolut të veçantë, kushtuar Shqipërisë dhe gjendjes të Shqipërisë. Raporti është një pasqyrë e veçantë, besnike, si asnjëherë më parë në historinë e vendit, e Shqipërisë regjimit të Edi Ramës, regjimit që ka shtruar zgjedhjet në farsë elektorale, regjimit që ka përqendruar të gjitha pushtetet në një dorë, që kontrollon media dhe drejtësinë. Berisha u shpreh se informoi PPN se kryeministri Rama ka angazhuar kompani të huaja dhe fonde të konsiderueshme në një përpjekje për të kufizuar sipas tij shtrirjen e protestave në rrjetet sociale. Ai pretendoi se po përdoren të dhënat personale të qytetarëve në kundërshtim me ligjin për të identifikuar pjesëmarrësit në lëvizjen protestuese nga Shqipëria dhe diaspora. Informova se ka angazhuar kompani të huaja, ka angazhuar shuma të mëdha, një numër të madh, një armatë të tërë në betejën kundër algoritmit. Vetëm e vetëm që t'u marrë protestuesve algoritmin. Dhe se ai merret në kundërshtim me çdo ligj, me të dhënat tyre personale, me të cilat kërkon të identifikojë një lëvizje qindra mijëra qytetarëve nga Shqipëria dhe diaspora. Mëtej, Berisha u shpreh se e dënon dhunën ndaj qytetarëve të martë në protestën para kuvendit, duke e cilësuar si një egërsi shtazore.